Zoti Koreshi për procedurë. Faleminderit kryetar. Më thënë gjithmonë me që e nisi dhe kryetari i grupit parlamentar me këto uljet, si duke i kishte mendoj për uljet e kohës që ne flasim, sepse ju vërtet na thoni ne që hajde ta shikojmë rregulloren, po ndërkohë gjithë rregulloria gjatë gjithë kohës është si të uli kohën e deputetëve në përgjithësi për të folur, se u mërzitën kolegët e rinj që ne flasim nga 10 minuta, si të heqim kontrollin parlamentar atje ku duhesh, dhe si organet kushtetuese mos flasim më këtu pa i dhatë ju leje tek konferenca kryetarëve. Dhe e dyta, pra për procedurë, a keni numrin e telefonit t'i thrisni asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo, dhe na kishte nxjerr video dje që në Europa, por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në për spitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në Lushnjë. Prap nuk hyet në Europë kur nuk ka eko në Lushnjë për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i çojmë fjera, po na dalin lushnjarë gjithë fjerak. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blic, se nuk merret vesh çfarë është Europë, apo çfarë mund tjetë. Nuk merret vesh kur nuk ka ashensor për të ngjitur maternitet, ka 3 lindin gratë të shkallëve. Nuk ka ashensor të pediatria, ku urgjenca pediatrisë ka 4. Burrë e grua bëjnë me radhë në 2 kate se japin shpirt rrugës. Llamba jo. Pra edhe me listën e medikamenteve që prestja them shumë kur t'i vi gati interpelanca. Kështu që nuk hyet në Europë vetëm se ka vënë. Faleminderit. Mos e vazhdojmë diskutimin, ju lutem, për rregulloren, sepse ka një këshill për rregulloren, ka filluar punën, ju jeni te këshilli, po mos i sillni këtu diskutimet e këshillit, të cilat sapo kanë filluar. Ka një propozim, çdo deputet ka të drejtë të propozojë ndryshime rregullore. Zoti Koreshi, ju dëgjuam, të gjithëve, ju dëgjuam, pse duhet të mbivendoseni mbi fjalën e të tjerëve? Kushdo qoftë kolegu. Zoti Koreshi, Zoti Miller, ju lutem. Nuk e dëgjoj, pra se po flisja dhe mendoj që kur flet një koleg të